dhe rrethinat e tij. Pas konfrontimeve të djeshme të forcave policore serbe dhe atyre shqiptare në Nashet, gjendja e sigurisë në Prizren e rrethin është të tensionuar edhe më tej. Policia serbe në qytet ka ndërmarrë një fushat arrestimesh të rinjeve dhe bastisjes të disa lokaleve hoteliere prona të shqiptarëve. Sipas burimeve tona, mbrëmë rreth orës 22 në kejin buzbistrisës së qytetit, një grup policësh të uniformuar legjitimuan mysafirët dhe me këtë rast arrestuan Ferit Tafallarin, antari kryesisë nën Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Prizren dhe një grup të rinjesh të cilët deri në kohën e raportimit ende po mbahen në arrest. Policia serbe dje dhe sot ka kërcënuar edhe banorët e fshatit Nashet, ku dje pati konfrontime për dorëzim të armëve, ndërka që arrestuan edhe Hazer e Myrtfaqin. Edhe në brezin kufitar me Shqipërinë gjendja është shqetësuese. Në Vërmit çdo natë ka të shtëna nga armë të rënda artillerike, ndërka që në Zhurë patrollat policore legjitimojnë secilin kalimtar qoftë këmp apo me automjete. Prizrenin këto ditë ka vërshuar edhe fluksi të zhvendosur nga fshati Rogov, ku ditë më parë forcat policore ushtarake serbe janë kërcënuar me ofenziv likujduese qytetarëve të këtushëm. Gjendja e rëndë e sigurisë dhe ajo humanitare mjaft e vështirësuar u vlerësuan edhe në mbledhjen e sotme të përbashkët të Këshillit ndërpartiak të partive politike të Prizrenit dhe asociacioneve jo politike të këtij qyteti. Sot nga torturat në Burg vdiq në spitalin e Prishtinës Cendu Golli, veprimtari i Lidhjes Demokratike të Kosovës në Ferizaj, i arrestuar